Me kërkesë të anëtarëve Elvis Çefa dhe Letio Brau, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi të verifikojë materialet zgjedhore të 229 qendrave të votimit për të vlerësuar nëse në to janë ose jo fletët e papërdorura, vendim i cili u mor pas debateve të shumta. Atëherë këshyrja të bëhet atje ku janë kutitë e materialeve zgjedhore dhe të bëhet i njëjti proces siç u bë këtu. Vendimarrja e kasumor pasi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u kqyren materialet zgjedhore të 4 kutive të qarkut Vlorë, procesi i cili sipas përfaqësuesve ligjor të Partisë Demokratike Franci Nuri dhe Marash Logu tregoi se kishte mospërputhje të dhënash sa i takon fletëve të papërdorura të votimit. Dhe na rezulton që nga dhënat për shembull që ka raportuar Komisioni i Qendrës Votimit 4664 KZAZ-ja numër 91 ka raportuar 577 fletë votimit papërdorura, ndërkohë që u gjenden 584 fletë votimit të papërdorura ose 7 fletë votime më shumë se sa ishte numri i fletëve të raportuara nga Komisioni i Qendrës së Votimit. Duhet të jeni të qartë, pra nuk mund të zgjidhim këto gabimet që kanë ndodhur me qendrat e votimit apo me numëruesit. Ju patjetër që i keni pretendimet tuaja. Të dalë një proces verbal i një qendre votimi që është e një kutie tjetër, kjo është shkelje shumë e rëndë. Çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka ndodhur? Ka marr ja shpërndar proces verbalit nga një qendër votimit e tjetra? Si ka mundësi që ka gjetë qendra votimit X të ketë proces verbalin dhe letrat e një qendër votimi tjetër? TQZ ka dërguar një shkresë, por dije sqaroj që në çdo zgjedhje ka të tilla qendra votimi, të cilat për hir vërtetës, po ti shikojmë nga 4 proces verbale që kam më parë, vetëm te njëri shkruar 0, te 3 është viz. Pra, Komisioni i Qendrës Votimit nuk i ka numëruar se ato janë fletë që ndoshta si interesojnë fare. Procesi i vlerësimit i 229 kutive të materialeve zgjedhore do të zhvillohet në magazinat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Veçar, atje ku ndodhen kutitë e votimit. Debati mbi fletët e votimit të papërdorura lindi pak ditë më parë, kur Partia Demokratike pretendoi për mungesën e mbi 130.000 fletëve të votimit të papërdorura, duke ngritur dyshime për manipulime zgjedhore përmes këtyre fletëve. Ndërkohë me përgjigjen që komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dhe Partisë Demokratike, ndër të tjerë u shpresen 99.455 fletë votimi të papërdorura, që përbëjnë sasinë e këtyre fletëve në 233 qendra votimi. Në proces verbale, komisionerët gabimisht kishin shënuar 0 numrin e fletëve të papërdorura.